Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, al-mab'uth rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Falenderojmë Allahun xhalla xjalaluhu wa xhalla shanuhu, i bëjmë hamd atij për të gjitha mirësitë që na ka dhënë, për më tepër musliman që na ka bërë. Salavat dhe selamet ja dërgojmë shpirtit të Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastër dhe mbi të gjithë ata të cilët ndoqën ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e Muhammedit alayhi salatu wassalam deri në ditën e Kiametit. E ne i lutemi Allahu xhalla shanuhu në këtë natë më të shtorit që Allahu xhalla shanuhu të na pranon lutjet tona dhe të na regjistron në listën e besimtarëve të vërtet dhe drejtë, atyre të cilët kur i dëgjojnë fjalët e Allahut dhe porositë e Muhammedit alayhi salatu wassalam dhe mundohen që t'i praktikojnë në ditët e përditshme. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alamin. Të nderuar, më lejoni që në fillim të falenderojmë Allahun xhalla shanuhu dhe në njëjtën kohë të falenderojmë edhe prezencën tuaj, duke ju lutur Allahu xhalla shanuhu që ai juve dhe neve të na hapet gjoksin ton dhe ta pranojmë të vërtetën dhe atë në të cilën thiri Muhammedi alayhi salatu wassalam. Unë sot, siç edhe jeni të informuar, do të vazhdojmë mbi jetën e Hazreti Omerit radiallahu anhu. Në takimin e kaluar folëm mbi jetën e Ebu Bekrit dhe thamë se Ebu Bekri ishte i veçantë dhe jeta e tij dhe veprimet, veprat e tij ishin të veçanta. Kurse sa i përket Hazreti Omerit, këtu lirisht mund ta quajmë se jeta dhe punët e Hazreti Omerit janë madhështore. Ai ishte i veçantë, kjo është madhështor. Dhe në momentin tregoj rastin se si ka qenë i veçantë dhe Allah dhe njeriu qish lip dhe Allahu dhe qatë ja paraqet para. Nëse lip veprat mira, Allahu e udhëzon gjithmonë nga e mira. Por nëse lip të kundërm të saj, i dalin gjithë pengesat në atë ku është o drejtu. Allah i na falë dhe na drejtoft në rrugë mbarë. Një ditë prej namazit sabahut e kishtë si zakon Hazreti pejgamberi alayhi salatu wassalam që të ulet mbas namazit sabahut dhe me sahabët dhe e priqin lindjen e diellit. Dhe ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam që vlen për ata të cilët duhen të shkojnë në umre, por si kanë mundësit, duhet të shkojnë në hax, por s'kan pasuri. Pyetja është se a don të shkosh në umre si turist apo për sevap? Don të shkosh në hax vetëm se thuan se ke qenë hax, apo të krish obligimin dhe të fitosh sevap? Nëse është çështja e sevapeve, ja ku e kjen këtë hadith pejgamberit. Thot ai i cili e fal sabahun dhe pret deri në lindjen e diellit, duke bë zikr, duke lexuar Kur'an, i ka sevape sa me shku në umre. Po nëse pret mbas lindjes diellit edhe një 40 minuta që zeval kur shkon, thuhet disa thuan 30 minuta, po te themi 40-45 minuta dhe fal edhe 2 rekat namaz, thot jon sevapet sa me bë umre dhe hax. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam me sahabët është munduar që këtë mirësi ta fitojnë. Dhe kanë bisedu për çështje ndryshme të jetës, çka atyre u ka interesu. E si zakonisht, një ditë pejgamberi alayhi salatu wassalam bën pyetje.
Kush prej jush sot është qu i agjërushëm? Namaz sabah. Kush prej jush është quar o ngri sot i agjërushëm? Kret i kanë varë krije në poshtë kërkush s'ka fal. Ka pa Omeri, ka pa Ebu Bekri, ka thonë, unë ja Rasulallah. Njerë s'ka dash të reklamohet, me po duhet të kush të përgjigjet në pjeqen e pejgamberit, as kush nuk ka qenë i agjërush përveç Ebu Bekrit. Pastaj bëm pjeqen e ditë, thot, kush prej jush sot ka ushqin një të varfër? Qëllon as kush nuk paraqitet. E ngren dorën e Ebu Bekri, unë ja Rasulallah. Pjeqa e tretë thot, kush prej jush sot ka vizitu një të smur? Kërkush nuk paraqitet. Ebu Bekri, unë ja Rasulallah. Dhe i tregon tash për hir kohës nuk him se kush ka qenë, ku ka qenë, krejt i tregon Hazreti Ebu Bekri. Dhe e katra ka thënë, kush prej jush sot ka përcjellur një gjenaze, ka falë namaz gjenazes. A gje dhe sot e kësaj dite, pra, janë 5 vaktet e namazit falën gjenaze, po si zakonisht janë falë edhe kur kanë, edhe para namazit sabahut e kanë pregadit gjenazen, e kanë quë, qështu ka qenë rendi i Arabëve, qështu ka qenë. Thot, unë ja Rasulallah. Dhe atëherë thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, kush i mledh të 4 gjana brenda ditës, do të hinë në xhennet. Agjërueshëm, ka ushqyer një të varfër, ka vizituar një të smur, ka falë një namaz të gjenazës. Allahu na mësoft inshallah të gjithë. Dhe kjo tregon veçorinë e Hazreti Ebu Bekrit se ishte i veçantë, askush tjetër, i vetëm. Edhe për atë pejgamberi alayhis salatu wassalam, përsëris fjalën që tham në takimin e kaluar, të gjithëve ata që na kanë ndihmu, va kemi kompenzu me një farë mënyre, përveç se Ebu Bekrit, pra i veçantë. E jeta e Omerit madhështor. E kush e zgjodh Omerin të jetë mbas Ebu Bekrit? Ebu Bekri, kur erdhi fundi vdekja e Ebu Bekrit, ishte u smuj. Dhe thuan se ka qenë një smun për shkak një ftohje që ka pas. E një transmetim tjetër thot se ka qenë një helmut. Një hebre, një jahudi e ka helmu ushqimi, dhe që është shumë e kapshme se ato i kanë vra pejgamberët, janë tentu të vrasin edhe pejgamberin alayhis salatu wassalam, dhe është shumë e kapshme që ta helmojnë edhe Ebu Bekri. 15 ditë ka zgjatja kjo smundja e Ebu Bekrit. Mrenda këtyre 15 ditëve Ebu Bekri është konsultuar me njerëzit, me sahabët e pejgamberit që kanë pas pesh, se kush do të jetë mbas Ebu Bekrit. Dhe ai gjithmonë ka aludu në Omerin. I kanë konsultu. Kur e ka pijet Abdurrahman ibn Aufin, dhe ki ka qenë shumë i afër me Omerin, radiallahu anhu. Ai ka thonë, ai është më mirë, edhe më i mirë se sa ti që mendon, i ka thonë Ebu Bekri. Pastaj, kur e ka konsultu Hazreti Othmani, ka thënë, mbrëndësia e Omerit është më e mirë se ajo që duket kaj. Zemrën e ka më të mirë se sa pamjen, edhe pse ka qenë i pashët shumë. Dhe atëherë, Hazreti Ebu Bekri e thirë ka Othmani ta lanë një vasijet se kush dhe jetë khalifja mbas zavenci i Ebu Bekrit. Khalifja i khalifes së Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ashtu quhet edhe Omeri, khalifja i khalifes së Resulullahit. Khalifja e Resulullahit Ebu Bekri.
Khalifja e khalifes së Resulullahit Hazreti Omer. Dhe thot shkruaj, dhe fillon të shkruan ai, Hazreti Osmani. Dhe ku thot se unë e laj mbas mije si khalifen tem emrin sa nuk e thot dhe i bje të fikt. Osmani e shkruan me njerë Omer ibn Khattabi. Mbas një kohë kthjellet, vjen në mend Ebu Bekri. Dhe i thot, më lexo ati ku mbetëm, shka kemi shkru. Dhe e lexon Osmani radiallahu anhu, dhe ku thot ati khalife e loj, nuk e tha emnin, por ki e shkrujti Osmani, Omeri ibn Khattabi. Tha, qeshi Ebu Bekri dhe tha, a pate frikë se dhe vdes, edhe jesi musliman pa u dhe heqës. Dhe thot, da shenjë se o shpajtu me këtë. Dhe i thirën prap parin, ata njerëzit e mëdhej. Dhe u thot kështu, a pajtoni ju ma atë letër unë që e kam lanë, që aj emën që është i shkruar në këtë letër të jetë khalifja jeme, udhëheqësi muslimanëve. Gjithë thanë po, vetëm Hazreti Aliu e çoi dorën tha, unë pajtohem vetëm nëse është emri Omerit ibn Khattabit. Unë pajtohem atë emër, ama nëse është Omeri, nëse është dikush tjetër nuk pajtohem. Atëherë Hazreti Ebu Bekri tha, po, ajo është Omeri. Wallahi thot nuk di asgjë të keqe nga ai, vetëm mira. Edhe për këtij momentit, pra jetë si khalife Hazreti Omeri. Dhe ne Hazreti Omerin do të jetën e tij do ta ndajmë në 4 periudha. Kur them se do të folim edhe për jetën para Islamit, po duhet të folim se këta kanë kalu një jetë të gjatë duke qenë në gjahilet lëk, në ignorancë. Pastaj ka dhe të vinë sahabët të cilët kanë lindë në Islam dhe janë rritë në Islam. Hazreti Omeri lindi në Mekë. Dhe lindi 13 vjet mbas vitit të elefantit. Viti i elefantit, thamë në takimin e kaluar, ishte vitin e të cilën lindi pejgamberi alayhis salatu wassalam. Dhe arabët mbas një ngjarje shumë të rëndësishme dhe i numërojshin vitet. Në fillon ngjarjen, para ngjarjes, mbas ngjarjes, dhe kjo ishte ngjarje shumë e rëndësishme se Ebrahaja, mreti i Yemenit, u nis për ta prish Ka'ben me ushtrinë e tij dhe në krije me elefantin, dhe për atë quhet viti i elefantit. Do thotë që 13 vjet ka qenë më i ri se pejgamberi alayhis salatu wassalam. Emri i babës së tij pra ishte Khattab. Omer ibn Khattabi ibn Naufal. Gjyshi Naufal. Dhe gjyshi i Omerit ishte një njeri i cili gëzonte shumë autoritet në Mekë. Do thot edhe Omeri ishte Kurejshi, që me atë sinxhirin familjar takoheshte me pejgamberin alayhis salatu wassalam në brezin e 8. Do thot edhe ki ishte Kurejshi. Dhe Nufeli, gjyshi i Omerit radiallahu anhu, me një fjalë ishte si një gjykatës popullor. Për shumë sende që ata kishin nevojë të këshillohen ose t'i ndajnë, e mirshin si këshilltar dhe këshilloheshin me gjyshin e Omer. Do thot Omer i rrjedh për një familjes që ka pas autoritet dhe jo e thjesht. Pastaj këtë e trashëgoi edhe Omeri, edhe ai
u zgjodh në familjen e tij çfarë do problemi që kishin. E thirrshin Omerin për ta zgjedh problemin. Omeri radiallahu anhu u rit në një familje e cila ishte ekonomikisht e dobët. Ai vet i ka ruajtur devet. Po jo vetëm devet e familjes, po i ka ruajt edhe devet tjerëve. Dhe ka qenë shumë i maltretuar nga baba i tij. Khatabi ka qenë shumë njeri i vrasht. Dhe thuhet se këtë cilësi të vrashtësisë së babës së tij, babës Omerit, e ka trashëguar edhe Omeri, edhe ki ka qenë i vrasht. Gjatë jetës në gjahiljetlëk, në ignorancë, Omeri ka qenë jo si Ebu Bekri, i cili kur si ka adhuru putna dhe kur s'ka shti alkohol në gojë. Kurse Omeri ka pi edhe alkohol. Por edhe i ka adhuru putan. Dhe thot një rast për rasteve e tregon Omeri, këtë e tregon masën dhe mbasi pranon Islamin, tha e bëna një zot, një put, një zot prej hurme, vetë me dorët e mia. Dhe një moment tha undita i unët, e mara zotin dhe e hanga. U tërprova shumë se e shtita në bark, po ma te pëndita turp kur e nëzora prej barkut. Dhe këtë ras kur e kalzoj ki, ishte tash veç musliman, një djalë i ri ju afru dhe i tha, a qaq pa ment keni qenë? Ka thënë o gjalosh, ne ment kishim, por udhëzim s'kishim. Ma ment kishim, por udhëzim s'kishim. Çka do të thotë? A e di sa njerëz të mençur ka në mesin shoqërisë ta? Por nuk janë të udhëzuar. A e di se që këta njerëz e mençur presin prej të udhëzuarve vetëm një shenjë t'i jepet. Dhe ato udhëzohen. Po për atë ne nuk duhet të rrim dorë kryq. Dhe nuk duhet për atë jemi të obliguar të urdhënojmë të mirë dhe ndalojmë nga e keqja. Për atë edhe jemi me këtë cilësi e meritojmë khajru ummetin ukhrijat linnas. Populli më i mirë i dalët në fytyrën e tokës. Për çka? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Për çka se urdhnoni në punë të mira dhe ndaloni nga e keqja. Nëse këtë cilësi se kemi, atëherë se meritojmë të jemi në atë që Allahu na lavdron në Kur'an. Pra, men po amën uzim jo o djalosh. Dhe Omeri radiallahu anhu kur erdhi të pranone Islami, a ishte shumë i vrasht. Njerëzit e kishin një droje nga ai, edhe në para Islamit, në gjahilët. Por, sa që thot, kër e shifshin Omerin, e ndronin rrugën, aq përshtypje të madhe kishin, sa Omeri me atë vrashtësi aq të madhe që e ka kur se pranon Islami. Po pse Islamin kur e pranoi Omeri? Në vitin e 6 të fillimit të shpalljes. Do të thotë 6 vjet mbas Ebu Bekrit e Aliut tek. Të shpjeqja, po pse ka gjatë? Pse 6 vjet? Kjo është shumë e rëndësi.
Për shkak se Hazreti Omeri ishte e njifte pejgamberin alayhi salatu wassalam, por nuk kishte ndet me pejgamberin. Se vitet dallimi i viteve ishte shumë i madh, 13 vjet. Ebu Bekri pranoi islamin me njëherë se e njifte shumë mirë kush është Muhammedi alayhi salatu wassalam. Sa ai ishte i pandam, si më thamë në takimin e kalut, ai rinte gjithmonë bashkë me Hazreti pejgamberin alayhi salatu wassalam. Kurse Omeri e njifte për kështu përfaqësisht, se njifte në detaje. Dhe ajo që nuk e lejonte ti afrohet pejgamberit alayhi salatu wassalam ishte edhe shoqëria me të cilën ai rinte. Se daj e kishte Ebu Gjehelin. Daje i Hazreti Omerit ishte Ebu Gjehli, njëri prej armikëve më të përbetuar të fesë dhe pejgamberit të Allahut. Dhe për atë shikjo me cilën rrim, se shoqëria është shumë e rëndësishme. Ajo shumë domethënëse, me cilën shoqëri shoqërohesh. Nuk hin që është në temë vete, por shkaku që u vënu në islam dhe në pranimin e islamit, Omeri radiallahu anhu ishte për shkak se nuk e njehte mirë pejgamberin dhe nuk ishte shoqëria plus një e dita ishte shoqëria e keqe, e cila e motivonte kundër pejgamberit alayhi salatu wassalam gjithmonë, dhe ai nuk e kishte ndëgjuar se çka i shpallet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Një rast, thot kur muslimant u përgatiteshin për të shku në hijret. Kjo ishte një perde që ra që të zbutet zemra e Omerit. E pa një gru e tha ja emetullah ilahine. E pa të u përgatite të mlet raqo. Oj, robresh Allahut, për ku shkani ju? Tha, edhe pompjet, edhe krit atë zëllum që i na bëni, edhe tash pompjet, hykim nga ju, për ta mbroj fenë e Allahut. Si jemi të rahatshëm, na bëni zëllum. Tha, për këtë tha hikni, tha po. Allahu qëft me ju. Kur tha Allahu qëft me ju, kësaj op, në zbut zemra. Kur jerët buri i tha, kështu e kom taku Omerin, edhe ma ka thonë, edhe të regon biseden. Dhe tha shpresoj se dhe besone, dhe pranone islamin. Tha ti beson ashtu? Më para e kisht pranu islamin gomari i Khattabit, se sa Omeri i biri i Khattabit. Para, çfarë përshtypje kishin ata ndaj Omerit. Mi po ndodhi ajo që e tha gruaja. Dhe një ditë thot Omeri të regon, dola t'i shof a gjë kur ishim me shokët, ku pishim alkohole, ku bëshim qef, kur shkova, tha, nuk ishte asnjëti. Pastaj shkova ke një filon shoku, ta thiri, edhe ai si ishte ati. Edhe e pash veten se jam pak herët dhe të shkoj në Qabe. Dhe të rinë Qabe. Kur shkoj në Qabe, e gjetë pejgamberin duke u falë. Tash janë afrohet ke pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe pejgamberi ishte duke lexu. Dhe tha ki Omer, i ngjante fjalët, thënte, ky është poet. Allahu më njëherë, surat al-Haqqa, lexonte pejgamberi alayhi salatu wassalam, wa ma huwa bi sha'ir qalilan ma tu'minun. Ky nuk është poet, po ju pak jeni duke besu. Bëni një këthim. Tha, ky basi s'është poet, atëherë është sirbas. Murg. Wa ma huwa bi kahin qalilan ma tadhakkarun. Tanzilun min rabbil alamin. Tha, ky nuk është faltor, po ju pak mendoni, kjo është e zbritur nga Rabbil Alamin, nga Zoti i botrave. Largon.
Dhe dita ditës shqetësoheshin paria e Kurejshve se muslimanët pështohen, dhe shkuan dhe e motivuan Omerin që ta vrase pejgamberin alayhis salatu wassalam. Dhe Omeri, karakteri i Omerit ishte i tillë. Ai kur thonte po dhe po, s'kishte jo, s'kishte mbas, se ne binte më kërkush. A tha po, u kri. Dhe ki mur rrugën e ka qenë, ato krejt gjithmonë kanë ditë me shpatat veshun, edhe me harqit. Se kanë qenë që ashtu në shkretira, kanë jetu në për shkretira dhe o dasht kjenë për mbrojtje. Mirë po kur o nisë me mision, me pun, e kanë zjerë, e kanë hap pak shpatën, e kanë qitë prej kalëfit. Dhe që ka tregu se ki është me mision tash, o nisë. Dhe ka nisë me shpejtësi të madhe, ta gjene pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe ta vrase. Omeri. E takon rrugës njëni, thuhet se e ka pas emrin Numain bin Abdullah. Ki ka qenë nga familja e Omerit. Ka thënë ila ejne ja Omer, për ku o Omer? Tha shkoj të vras Muhammedin. Tha shif një këtë sahabi, që të duhet të marim këtë mësim, shif që ka bën ki? Thët pejgamberi alayhis salatu wassalam, unsur akhake dhaliman kana au madhluman. Ndihmoj vllaut tënd, ndihmoj edhe nëse është zullumqar dhe kur i bëhet zullum. Ka thënë ja Rasulullah, sa i përket atij që është bërë zullum ti ndihmojmë, është e qartë, po si ti ndihmojmë zullumqarit? Tha dhe ndalish mos bëni zullum, kjo është ndihma. Ta ndalish nga zullumi. Dhe që dhe shëllë ki që ka bënë, menquria e këti. Tha Omer, ti e njeri i benqët, ki i thë tash, e ndalën, ta ndalë, se ki shkon, së është problem për këtë. Thë ti e njeri i benqët, a me të vërtet ti me ndonë se do të vrasish Muhammedin alayhis salatu wassalam. Ai rretha ti ka shumë shoqëri, edhe ti me ndonë se do t'jesish gjallë. Kur ja thot këtë fjalë ki kthehet, tha mos edhe ti e ke besu Muhammedin alayhis salatu wassalam. Dishon, a ki veç kishte besu. Edhe kjo është ajo që e dallon për se thash se është jeta e Omerit madhështore. Se të gjithë që besun e mban besimin qeftas. Porveç Omeri kur besoj, e bëni haptës. Dash, tha edhe ti, tha lembe mu, tha. E pas e këtu s'ndalet ki. Lem mu, tha. Ha, tha ti shka dhe Muhammedin le. Tha shka tha ti pasrej njerë problemet në familjen tënde. Tha shka ka familja jeme, tha. Motra jote a Fatima dhe dhëndri jote Said ibn Zaidi kanë pranu islamin. Ata jam musliman. Tha si, edhe ki i tërbut drejt nisën. Edhe të hecmën e ka pas çuditshme. Nga e hecmja e kanë kuptu se është Omeri. Kur afrohet afër shtëpisë së motrës, motra thot, ky është Omeri. Kur fillon të trokasë nder, ka pas trokatmen ndryshe nga tjerët. Tha, ky është Omeri. Por ati ka qenë edhe një sahabi tjetër me emrin Habab, i cili kishte erë të vëmson e islamin, vëmson të një sure nga Kurani, suratun Taha. Atër shpejt, ki më qefën këtë Hababin. Dhe ato kër ja qollën derën, a i me një herë hini, tha se a i ndëgjoj, e veç ndëgjoj se ato lexojnë Kur'an, tha, a ju keni besu fejën e Muhammedit? Dhëndri tha, o Omer, për nëse feja ati është ma e mirë sa ajo e jona që kemi qenë, atëherë i bie me një trame dhe e zran. Dhe i hip mbi ta fillon t'i bjere ala më tepër, motra, trimresh, motra e Omerit. Ajo nuk u trem nga jo, nga sulmi që bën të Omeri, edhe nuk tremesh, edhe pse qire tremeshin prej Omerit, po ajo motra e Omerit, burresh, edhe i fillon që ta shputon burin e saj. Dhe atëherë a i bie një trame motrës vete dhe ja lëshon gjakun.
Kur i lishon gjak, t'jo thot kështu: o Omer, edhe nëse na mbit, edhe nëse na vret, ne nuk dalim nga kjo fe. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Edhe ai ndalet. Qetësohet. Në atë kur e thot shahadetin, i bie ajo letra që ishin duke e mësu. Dhe Omeri don ta marrë. Thot jo, ti nuk mund ta marrësh. Thot ma jep. Thot jo, se ti e negjis, ti je i papastër. Ti nuk mundesh këtë letër ta marrë. Po tha, çka duhet të bëj unë për ta marrë këtë letër? Ti vetëm duhet të pastrohesh një, po pastaj. Krihet Omeri, pastrohet dhe e merr atë fletushkën që ka lexone. Ai ishte nga surët Taha. Taha ma anzalna alejke l-Kur'ana li tashqa. Taha jo ndishkrojna. Ma anzalna alejke l-Kur'ana li tashqa. Ne nuk ta kemi zbrit Kur'anin ti o Muhammed që të vështërsohet. Dhe vazhdon i ngjan. Deri ke thot ajetet e para të kësaj surës. Dhe Omeri thët, vëllaj, të nuk janë fjalë njeriu. Këto si janë fjalët e njeriut. Tha më tregoni, tha, ku është Muhammedi. Ju zbut zemra. Më tregoni ku është Muhammedi. Atëherë Hababi, ki që ishte ati më qetë, kër e pa se u zbut Omeri, edhe dul jashtë. Si ishte as vllai Omerit, as motre Omerit, trimresh. Hababi. Dul. Kur dule, tha, më trego ku është Muhammedi a.s. Atëherë, ki Hababi tha, është në Darul Arqam. Ajo shtëpia ku të bëhesh i musliman. E në tha, o Omer, të përgëzoj. A qka? Para së pranojsh islamin ti para disa ditëve kom qenë me pejgamberin alayhi salatu wassalam, kur pejgamberi jo lut Allahut për ti. Ta si për mua lut, ta po. Pejgamberi Allahut është lut, ka thonë, o Allah, forcohe islamin në njërin prej dive të cilët janë njërin prej dive Omerve të cilët janë më të dashur ke ti. Omer ibn Khattabi dhe Amr ibn Hisham. Amr ibn Hishami është ki Ebu Gjehli, daja Omer. Po tha Allahu ti të dashka. Dhe lutja e pejgamberit, o bo, u pranu. Pra, këtu mësimi që do ta marrim, është mirë që të lutemi ne. Të lutemi për dënjani që i cili nuk është i udhëzuar, të bëjmë dua, qoftë vëlla, qoftë shok, qoftë kushdo që tjetë. A nuk e shef se nuk është në rrugë drejt, lutu, bën dua. Se pejgamberi ka bën dua. Dhe prej këtij momentit, tha më çoke ke Muhammedi alayhi, ja ka tregoj, edhe nisi vet. Mirë po shpatën ende nuk e ka mbil, shpata rrinqel. Kur e shohin, thash, edhe hecmi ati ka qenë madhështore, mbas të hecurit e kanë hetu se kush është, se është Omeri, sahabët që kanë qenë ati rreth pejgamberit alayhi salatu wassalam. 3 ditë para, mesin e tyre ka qenë edhe Hamza, i cili 3 ditë para ka pranuar Islamin. Dhe ki, kur shkon thënë, tash u hin një frikë sahabëve, po vjen Omeri, po shpatën e dalur. Shenjë që nuk është për të mirë. Thot Hamza, trimi tjetër. Hamza, thot, hap një derën. Nëse ka ardhë për të mirë, është i mirë se ardhët. Nëse ka ardhë për sherrë, vallahi me shpatën e ti kam me ja prekrim. Çfarë bërmeje? Me shpatën e ti kam me ja prekrim. Ja hapën derën, hin Omeri. Pejgamberi Allahu trimi ma trimi nga ata, i del para, e rok Omerin, e shtridh, ja përdreth raqet e Omerit, deri sa e gju një zonë, e zron bosh, në gju.
Thot, o Omer, a nuk ka ardhë koha më të besosh? Apo në ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tha pejgamberi, Allahu akbar, edhe than krejt sahabet, Allahu akbar, qishin ati. Prej këti momentit, madhështia Omerit, doli jashtë. Ku shkoj? A unë qef? Jo, vallaj, shkoj drejt ke shtëpia e Dajes e Abu Jehlit. Dhe i mshoj derës, a e kuptoj se është Omeri. Tha, hajrë Omer. Tha, hajrë është. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tha, mbosja Omer. Ashhadu prap e përsëritën. Tha, jam shel derën kështu me inat. E beku qofti dhe kjo dit. Dhe prej ati shkon këkush, ke Ebu Sufjani. Të njëjtën gjë, njëjtin veprim e ban. Dhe shkon tash te shtëpia. Ku shkon ke shtëpia i mbledh krejt familjen. Në atë moment i ka pas 3 gra Omeri, prej kohës gjahiljetit. Dhe u thot, unë kam besu në Allah, besoni edhe ju. Ato 3 grat refuzuan besimin, prej ati momenti tha ju jeni të lishuta. I lishon. Abdullah ibn Omeri, gjali Omerit, tha o bab, tha, unë që një bjet që e kom besu Allahu. Atëherë e rok me forës dhe i thët, a deshte që baba të të shkone në gjehenem, se s'më këtë regu. Dhe thët, sa herë që takon të Omerin, e qëllon të me një shikim, kështu, si kur donë të arahë. Se ti nuk ke kalzu. Pra Islami i Omerit u vënu për shkak saj nuk e dinte se shka i zbret pejgamberit Muhammedit a.s. Dhe shumë njerëz sot nuk pranojnë të falen, nuk janë në xhami. Edhe pse janë thuan se jemi musliman, kanë nevojë që ato të dëgjojnë për Islam. Dhe ki me gjlisë edhe me gjlisë tilla si ki, nuk duhet ne të kënaqemi vetëm ne vetë, po duhet ta marrim dëgjo, heja. Ai kur do të ndëgjone, dhe fillone edhe të lexone, dhe atëherë do ta kuptone, derisa ai është larg dëgjimit, larg leximit. Si do të udhëzohet ai? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, banja me këtë hadith. Kun aliman, au mutaalliman, au sami'an, wala takun rabi'an. Bëhu i ditur. Nëse nuk mund të bësh i ditur, ndëgjoj të diturit, rime të diturit, e dita, e treta, ndëgjoj të diturit, nëse s'ke kohë të rish me të ditur, ndëgjoj të diturit, dhe mos u bon i katri. E tha, kush është i katri, ja Rasulallah? Tha, i katri është ai cili nuk është i ditur, nuk rin me diturit, nuk i dan të diturit, është i humbur, i shkatruar. Pra, duhet këtë kemi këtë ta marrim si porosi sot me vete. Nuk duhet të mjaftojmë sot me ne, po dhe familja. Po tash unë e falem, unë e ja, po familja. Çka boni Omeri? Me një herë drejt erdh ke familja. Mbasi i lajmëroi ato di, armikët më të mëdhej, erdh ke familja, i mbledh familjen, tha duhet besoni. Dhe prej këtij momenti tha, tash duhet ta di, i pyet fëmijët e vet, se ka pas 14 fëmijë, 13 fëmijë, Hazreti Omer, 9 gjem dhe 3 vajza, 4 vajza. Ka thënë, a dini kush është ai cili e përhap shumë lajmin, shumë shpejt lajmin? Kjo është madhështia për të cilën thamë se Omeri pranoi Islamin, si e pranoi Islamin? Nuk e mqefi, po me njëherë filloi të bënë haptas. Dhe thanë, një Abdullahi, gjalli ti, tha, është njani me emnin Gjemil. Ai shumë shpejt e përshpërndahën. Dhe ki vrap kaj. Ko shkoj ka ai e thiri dul Gjemili.
Tha, të tregoj një sekret. A më të mbash në qefët. Tha, urna. Tha, unë kom besu Allahun dhe pengamberin Muhammedin për pengamber. Dhe e thot shahadetin. Allah, pa u largu Omeri, vrapon. Dhe fillon e përhapon, për një kohë shumë të shkurtë e përhapon dhe mirët vesht. Kjo ishte një nënshmimi madh për popullin jo besimtar ati, dhe sidomos për ato dhe heqën. Ishte një dhimbje madhe, se e humbën 3 ditë para pranoi Islamin Hamza, mbas 3 ditëve pranoi Islamin Omeri. Dhe Abdullah ibn Mesudi thot kështu: krejt që kanë hinë në Islam kanë përfitu nga Islami. Krejt që kanë hinë në Islam kanë përfitu nga Islami. Vetëm Omeri kur ka hinë në Islam ka fitu Islami dhe muslimant. Madhështore, ha? Krejt kanë fitu mbas hyrjes në Islam, pra Islamit, kanë marrë mirësi nga Islami. Vetëm besimi, imani i Omerit e bëri që të fitone Islami dhe musliman. Dhe deri këtë kohë, ne ishim krejt të mbillët në qefët. Me pranimin e Islamit nga Omeri, ne dolëm të lirshëm dhe ishim të lirë, tash kishim një mbështetje. Tash shifja, si përfitoj Islami nga kjo dhe muslimant. Omeri ishte shumë i hapt. Ishte shumë original. Nuk ishte mask, të cilën sot shumë musliman po vuajnë nga që smundje. Si ti thamë, së një thamë, hajma me ndash, më i dhënat. A kemi këtë gjithmonë ne bëjma? Jo, Omeri, edhe pengamberit a.s. ka dhe një herë i thunte, ja, si? E mirë të guximi dhe shofim raste që kemi pas tilla. Omeri i tha pengamberit a.s. Ja, Rasulallah. Dhe thot, me pjeqe që i parashton të Omeri, fitojshin musliman, se, thot, nuk mund 3 grupe njerëz dhe t'jenë gjithmonë ignoranta, gjahila. Ata që nuk di dhe nuk pjesin. Si të mëson e ki? Ata të cilët duhen të pjesin, por ju vinë bare. Dhe grupe 3, ata të cilët mendojnë se krejt i di. Këtë kur së mësahan. Omeri, që ka kishte me një herë e thunte, original. Tha, ja Rasulallah, a nuk jemi në hak? A nuk o që i fe e vërtet? A nuk jemi ne ata të cilët donë Allahu t'jemi? Ka thënë po. A nuk jonë ata në batil? Tha po. Këtu murëm një mësim se kjo fe e vërtetoj pejgamberi a.s. se është e Allahu dhe është hak. Ata janë batil. Me cëllën, me fjallën me pjeqen që e boni Omeri radiallahu. Tha, ja Rasulallah, do të dalim me ta jashtë. Tha, pse të rinë qefët. I 40 ka qenë në pranimin e Islamit. Kretu pajtu unë me këtë mendim. Dhe u bën 2 reshta. Në krijet e njënit resht ishte Hamza, dhe në krijet e reshti tjetër ishte Omeri, në mes tyre ishte pejgamberi a.s. Dhe arin shka tha, wallahi tha, unë tha duhet tash ta përjetoj atë dhimbjen që e kam përjetu muslimant, derisa unë s'kam qenë musliman. Pra me një fjalë, duhet të maltretone dëkush, duhet të mshtipe dëkush. Subhanallah. Dhe dulen kështu në këtë formë. Qetra, ajo që ishte ala ma madhështore, thot se të gjithë që bën hijret, e bën hijretin në qeftas. Edhe pejgamberi a.s. shkojnë në qeftas. Vetëm Hazreti Omeri i lajmëroi se unë do bëj hijret. U vish, i mur armët që i duheshte t'i ketë, me shigjeta e me shpat, shkojnë Qabe, bëni tawaf,
në atë kohë kur mlidheshin njerëzit në Kabe, a e dinte si kur afrohen krejt, e bëni tavafin, fali 2 rekat namaz dhe i tha, o populli Mekës, haptës, kush don që ta bënë nanën me lot në si, kush don që fëmijët t'i lanë jetim, kush don që gruan t'a lanë të vej, unë nesër nisëm për në hijret në dalëm bas kodrës andaj. Unë shkoj nesër në hijret. Kërkush zaz bëni. Dhe ki doli, me këtë ju bashkan gjitën edhe 20 vetë tjerë të cilët ishin dobët, që s'kishin forcë. Unë bashkan gjitën me këtë që në përmjet këti edhe këto shputun, se nuk i maltretun, se kur i rokshin duke shku në Medine, i maltretonin 1 pikën e fundit. Për atë shkëshin në qeftas. Dhe këto s'kishin mundësi, as në qeftas, as haptas to. Dobët. Kur e ndëgjon Omerin, ju bashkan gjitën. Edhe 20 vetë tjerë shku në Omerin, radiallahu anhu. E tash nëse bëhet pyetja. E përse pejgamberi më qefët, a thue, pejgamberi ka qenë më frigat sakë se Omeri? Ja, këtu ka diçka tjetër. A dini çka është tjetra? Se të kishtë bo pejgamberi alayhi salatu wassalam hap kas hijretin, atëherë do të obligoheshin krejt se suneti pejgamberit. A ka mundësi, a s'ka mundësi, do është të shkojnë krejt. Po pejgamberi e bëni më qeftas për shkak se t'ju lana hapësirë ative qerve që s'kanë mundësi qkajnë. Për atë ishte. Pastaj, thot pejgamberi në shumë ajete zbritën nga pyetjet që i bën të Omeri. Mirë të vendim Allahu Gjellëshanuhu, ma atë që nuk e shifte mirë Omeri dhe i thonë të pejgamberi. Se ishte original, nuk e kishte problem Omeri t'i thote se ja Rasulullah, gratë tuja nuk janë mirë kështu, gjbuluta. Këtu vinë njerëz të cilët kanë karakter dhe pa karakter. Gratë tuja pan buluta. Dhe këtu bëhet shkak Omeri që zbret mbulesa. Dhe Allahu zbret ajetet për të mbulu muslimanët. Me kërkesën e Hazreti Omerit. Tjetra, tash veç afrohet koha, mos i marr shumë kohë. Tjetra ishte se çështja e alkoolit ishte shumë problematike. Alkooli o ndal mbas luftës Bedrit. Do thot, mbasi shkon në hijret, 30 vit, 4 vjet kanë qenë musliman, edhe jon falë dhe kanë pi alkohol. La ilaha illallah. Ama pse është në temë tjetër vete, po këtu tash këtë çështje, tha ja Rasulullah, lutë Zotin e marrë një vendim për alkoholin. Zbritën ajetet dhe tha, ja ju alladhina amanu, la taqrabu s-salata wa antum sukara. O ju të cilit keni besuar, mos hini namaz derisa ju të jeni të dehur. Dhe tash ju vukofizu kur të pinë. Pi sabahit një drekë së pinë se s'del. Pi drekës si që ndija afër, i që ndija akshami jatësia, ju të pijatësijës. Edhe e shfridzojës që në rasti, pijatësijës. Një ditë të shkupe nga meri sabahin të fale, i shef dhe njerës që këshim pi në një form shumë tot, dhe dhe qëkon ke për nga meri a.s. Ja Rasulullah, lutë Zotin dhe të në marrë një vedim të preht për alkoholin. Dhe zbreta jeti përfundimtar. Innema ja ju alladhina amanu. Pa i thirrën besimtarët. Jo qafirë, ja nuk thot ja ju en nas. Po ja ju alladhina amanu, ju të cilët keni besuar. Innema al-khamr, me të vërtet khamri, alkohol jeti. I përmend innema al-khamru wal maisiru bigjozi wal ansabu wal azlamu rijsun min amil ash-shaytan. Të janë punë të fllishta të shejtanit. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nuk thot është haram, po thot diçka më tepër se haram. Mos afroheni. Kjo puna alkoholit është, dhe këtu shumë orientalist roken në këtë ajetin duke thonë se alkoholi nuk është haram se Allahu nuk e përmenden haram. Si e përmenden mishin e coftinave, gjakun ato, po e përmenden
veç të një bu, diçka që është më, thot, largoni. Dhe thot nuk është haram, mirë po, kur e komentojnë, thot, kjo është më tepër se haram, se alkoholi ala pa ju afru i ka ato fllësinat e veta. Se kur e shef një herë, ti veç fillon tallakatesh. Ala pa zonë të pish, ti veç të buesh vesil. E dita, thot, ajo era e keqe, e asaj, ti veç ta hup mend. E thot, veç të një, mos u afroni. Kjo është, ma e keqe, mos u afroni, mishin e derit e punon, thot, nuk thot mos u afroni, haram e keni, të hani. Por, alkoholit, i tha, kjo, më është zbriti në kërkesën e Omerit. Dhe shumë tjera, po une për hirtë kohëzët i përfundoj edhe me Kam Ibrahimi. Me Kam Ibrahimi ka qenë ai guri në të cilën e ka përdorur Hazreti Ibrahimi që ka ndërtu Ka'ben. Hazreti Ibrahimi ka qenë i obliguar të ndërtonë Ka'ben aq sa mund ta mrine vetë me dorët. Mirë po ato kanë qenë aq të dhënën mbas urdhave të Allahut të bëjnë diçka. E din sikuraj kur don ti bësh qef shefit. Ai te ki orarin e punës që ka që mund të hajre në pak që ti hish në qef. A bëm qështu? Ato kanë dash të hinë qef Zotit. Ta knaqin Allahun. Ai ka marr, i ka dhënë vetë, po kur i hinë qef ati ti kur bon ma tepër se orari, bon të një punë Allah që se kije në plan, po ti e bën pak tepër, i jep vetit pak ma shumë vështërsi. Edhe ki që ka bëni, Hazreti Ibrahimi a.s. Mori një gur dhe e përdor të atë si skele, që këtë me Kam Ibrahimi. S'ka pas skele atëherë. E këtë e ka përdor si skele. Allahu dhe ta bëne pak më nalt, do të t'jape vetit pak më vështërsi, që Allahu t'jeti i knaqet me këtë. Allahu Gjeleshanu për këtë. Çka bëni? E pëni qatë i kjo që keni qenë në gjellëk, keni pa, janë di kamët e Ibrahimit ati, dhe ato janë pak si grop. Pse janë grop? Kush i ka vend ato? Allahu e ka bëqi tusin që Ibrahimit jetë ma stabil. Kur të bën ti për Allahun diçka, Allahu bë shumë për ti. Thot nëse ti m'afrohesh me plan, unë afrohem me krah. Nëse ti vjen duke unë duke hec, unë vi duke nga rend. Kështu është Allahu i mëshirshëm. Bëm pak për Allahun. Dhe gjej shumë ka Allahu. Dhe ta mirëshim me Kam Ibrahimi, këtë me Kam Ibrahimi, ta mirëshim për vetë falje. Ka thënë Hazreti Omeri. Allahu zbritën ajetin, fettekhidhu min maqami Ibrahime musalla. Mirënja me Kam Ibrahimi për vend falje. Edhe për fund dhe ta them edhe një rast tjetër, që nga jo që mësuën muslimanëve që ne duhet mësojmë, janë shumë për dhash për hirtë kohës dhe ta përfundojmë me këtë rast, thët, një dit, a ishte i pandashët me pejgamberin a.s. Rishin gjithmonë bashk, thët, kalonin natë të tëra pa gjumë. Kur ishin bashk Omeri, Ebu Bekri dhe pejgamberi a.s. Për çka? A pinin çaj? Për çështjen e muslimanëve, si të bëjnë ma lehtë muslimanët. Si ti zgjedhin problem. Dhe thot, e kapën për dore. Allah. Thot, ja Rasul Allah. Wallahi, thot, të dua shumë. Të dua më tepër se familjen teme. Të dua më tepër se pasurinë teme. Po ti jemi sinqert, ja Rasul Allah. Veten e dua më shumë. Pejgamberi më thotë, la ja Omer. Ja, s'është ashtu Omer. Allah se ke plotsu imani. Tha, si ja Rasul Allah. Derisa edhe unë të bëhem më i dashur ke ti se sa vetja jote. Keni parasysh? Nuk është plotsu imani, tash këtë, kush na zbuloj kështu, ta kuptojmë këtë? Omeri, nuk është plotsu imani jot, nëse ti e don familjen tënde, fëmijët tu, pasurinë tënde më shumë se Allahun dhe pejgamberin, më shumë se pejgamberin. E po, ja e duam pejgamberin, si e don pejgamberin ti?
Me çka e ke vërtetu pejgamberi? Se e dan. Duke i kundërshtu fjalët e pejgamberit? S'është që dashuri. Për hatër fëmijët, dhe them një rregull islamit. Dhe them një porosi pejgamberit. Me ja prishi qefin fëmijët. Se e do fëmijët. Atër se këdash, se imani sa është i plot. Se ke imanin e plot, derisa nuk e qet pejgamberin para familjes, para gruas, para fëmijëve, para pasurisë. Nëse pejgamberi nuk është i më i dashur se të gjithë këto. Wallahi dash, pejgamberi ka thënë mbuloj gruan, ha? Allahu ka thënë mbuloj gruan. Te unë e dua Allahun, e dua pejgamberin, aman gruaja del si del. Po tash ka të bëj unë? Ta loj gruan? Jo, do ta bindish. Do ta bindish. Sa ai nuk thot se jo muslimane, ai thot jo muslimane. Ai ato që thanë se jo muslimane, Hazreti Omeri që aboni, tha të treja jeni të lishuta. Ka? Po tash si dhe, o luft, o gjihad, duhet 6 metoda. Shkon të bjesh pantulle, ja grue, pantulle, ja. Farmerka, ja grue, farmerka jo. Me nisen kasen dhe tjera. Ama nëse ti ja bjen farmerkën, a një të vëndoj shamijen, s'mondet e vla. S'mondet. Tha jo Omer, derisa unë t'jem më i dashur këti se sa krit familja jote, pasuria dhe vetja jote. A dhe vetja? Po dhe vetja. Unë dalë ta, më je pak koja Rasulallah. Dhe unë dalë. Disa sekonda, jo, dit. Al-an ja Rasulallah, e tash ja Rasulallah. Po, tash je më i dashur ke unë se edhe vetja ime. Atëheri tha, që tash e plotësova imanin, o Omer. Hazreti Omer, Abdullah ibn Omeri, djali. Tha, o bab, te fort burni, si ktheve? Si ktheve? Tash, po. Tha, o birë jam. Gjo mirë. O birë jam. U kujtova. Atë ditë kër do të dalim para Allahut. A mund të më dimone vetja ime? A mund të më bëne shëfaat vetja ime? Pash se i vetmi që të bëne shëfaat ndërmjetësim është pejgamberi a.s. Dhe për atë e mëra pejgamberin a.s. më tash. Dhe e plotësoj imanin. Pra ki ishte Omeri që na tregon për ta plotësu imanin tan, nuk mund të jetë i plot imani derisa ne dashurinë e pejgamberit nuk e vendojmë para fëmijëve, gruas, pasurisë dhe vetvetes. Atëherë ne e kemi plotësuar imanin. Allahu na mundsoft që të plotësojmë imanin inshallah. Allahu na mundsoft që të përfitojmë nga jeta e sahabeve, veçanërisht nga jeta e Hazreti Omerit radiallahu anhu. Tash me kaq do të përfundojmë me shpresë që të fillojmë me takimin e ardhshëm me khalifatin e Hazreti Omerit, se edhe ajo është madhështore dhe njëjtën kohë edhe vdekja e Hazreti Omerit po ashtu që është madhështore. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.